Okej, Andi, ti? Për mu Spanja, jo vetë Spanja, po cila do sot që ki shku, edhe Belgjika, për mu stopin thash edhe që e kish pas të Franca. E kom përcjell shumë lojë në Franca, Maroko, nëse e këshyrëm tash futbollin me sy, për mu është Franca. Me Marokën, do me thonë, kur u bo rezultati 2-0, pak me kara, ata lyshin në mjetë veti, ma Marokës lujke. Atin, ato shtyshin cili për mund topin ma gatë, Francës. Janë shumë atë përgadit, shtada trajnerit tash Spanja ka pun pak me një Mbappé, me një Odisseje, ka goxha shumë lojtar. Po unë edhe shoh edhe si kampion, Francën ma shumë. Ka shumë yje, nëse edhe qëtash nuk e fton me qëta lojtar, nuk besoj që ka me ftu mu. Okej, interesant. Kjo përgjigje prof? Tash mbetet e ky krahasimi mes të Francës dhe Spanjës. Në gjysmë finale është tepër vështirë